Ndodhemi në ambientet e shkollës Fanoli, ku sot në orën 11:30 ishte vendosja e stolit përkutimor në nder të Martin Canit. Me 18 nëntor të vitit 2024, jeta e tij u ndërprej duke lënë kështu ndjenime të thellë vetëm për familjen, por edhe për miqtë dhe të gjithë nxënësit e shkollës, që për asaj dite kishim një këmbgulje të prindërve të Martin Canit që të kishte një kujtim në oborrin e shkollës ku ai kaloi një pjesë të rëndësishme të jetës. Kjo u miratua nga votat e Këshillit Bashkiak, por që në ditët e sotme u pezullua. Mendohet që stoli të vendoset në një ditë tjetër. Drejtoresha e shkollës ka pretenduar se akoma nuk ka marrë një njoftim nga Këshilli Bashkiak dhe për këtë ka njoftuar edhe policinë për të qetësuar situatën. Gjithë informacion ka ardhur nga roja e shkollës dhe deri në këtë pikë fëmijët janë mbajtur të mbyllur. Ne kishim marrë leje nga Këshilli Bashkiak dhe nga drejtoria arsimore për vendosje një stoli përkujtues në nderim të Martin Canit, po jo vetëm, edhe në ndërgjegjësim të gjithë fëmijëve të tjerë që dalin nga kjo shkollë, se dhuna nuk është zgjidhje. Kur kemi ardhur këtu jemi përballur me një urdhër të drejtoreshës, e cila as nuk ka dënjuar të zbreset na sqaroj, por ka thirrur policinë, a thua se ne ishim bandit që po vendosim diçka të paligjshme me forcë, e cila na ka thënë që stoli nuk mund të vendoset sot sepse nuk ka një njoftim nga Këshilli Bashkiak. Gjë që për ne është absurde për faktin sepse ky është një komunikim institucional që nuk e takon as aktivistëve as prindërve të partive për ta bërë. Shpresojmë që të ketë një komunikim sa më të shpejtë, sepse burokracia që po zvarrit këtë çështje është jo vetëm lënduese, po edhe revoltuese, sepse duhet kishte qenë vetë shkolla ajo e cila i merr këtë masa për ndërgjegjësimin e fëmijëve të tjerë. Kemi parë që pas më shumë se një viti, jo vetëm që nuk është marrë as një masë, po sot vetë shkolla bëhet pengesë për kryerjen e këtij procesi. A mendoj që të zhvillohet një ceremoni në një ditë tjetër për vendosjen? Jemi lajmëruar paraprakisht për ditën e shtunë, megjithatë nuk është vendosur ende, por sigurisht që ne do të këmbgulem që ta vendosim dhe rivendosim këtë stol në ndërgjegjësim edhe në kujtim të ndjerit Martin Canit.